Përshëndetje dhe mirë se vini në bota e horoskopit. Ne të lexojmë letrat tarot për ditën e mërkurë 8 korrik 2026 për 12 qenjat e zodiakut. Dashi, letra juaj e tarotit dash për këtë të mërkurë 8 korrik 10 shkopind. Kjo letër shfaqet nga shpirti yt ku ka mbajtur shumë pesha, shumë përgjegjësi dhe shumë mendime që të kanë lodhur dash. Këtë të mërkurë është dita për të ndaluar pak, për të pyetur veten, apo mbaj më shumë se ç'duhet? Jo çdo badë është e jotja për ta mbajtur, disa gjëra duhen lënë pas, disa përgjegjësi duhen ndarë dhe disa betejë nuk ka nevojë të luftohen këtë të mërkurë. Me hënën që kalon nga dashi drejt demit, energjia të fton të kërkosh qetësi, reati dhe kënaqësi të vogla. Një moment pra njerëzve që do, një kafe në qetësi, një muzikë që të relakson, apo pak kohë vetëm me veten, mund të shërojë lodhjen e grumbulluar. Mesazhi i ditës: forca nuk martet vetëm se sa shumë mund të durosh, por edhe sa mirë ditë kujdesesh për veten. Demi, letra juaj e tarotit dem për këtë të mërkurë 7 shpatat. Kjo letër sjell një mesazh për zgjuarsi, strategji dhe mënyrën se si përdor burimet e tua. Me hënën që hyn në shenjën tënde, kjo e mërkurë të kthen vëmendjen tek vetja jote. Është një moment për të dëgjuar më shumë dëshirat e tua, për të kuptuar çfarë kërkon vërtet dhe pse po ndjek një rrugë të caktuar. 7 shpatat të kujton se jo gjithmonë duhet të luftosh më shumë për të arritur një qëllim. Ndonjëherë zgjidhja më e mirë është të mendosh ndryshe, të gjesh një rrugë më të zgjuar dhe të shmangësh lodhjen e panevojshme. Sot pyet e veten, apo e bëj këtë në mënyrë më efikase, apo thjesht po ndjek një zakon të vjetër. Universi të fton të provosh një strategji të re, të besosh te inteligjenca jote dhe të zgjedhësh rrugën që të sjellë rezultate pa të harxuar gjithë energjinë. Binjakët, letra e tarotit për këtë të mërkurë binjak për juve është faqja e kupave. Kjo letër sjell një energji të butë, të ëmbël dhe plot mundësi të reja që prekin zemrën. Këtë të mërkurë mund të ndihesh dëshirë për të hapur më shumë ndaj emocioneve, dashurisë dhe gjërave që të sjellin gëzim të vërtet. Faqja e kupave simbolizon një fillim të ri, një lajm të bukur, një ndjenjë të re ose një moment që të kujton sa e rëndësishme është të besosh te zemra jote. Me hënën që hyn në dem, në zonën e mbylljeve dhe transformimit, për ty vjen një mesazh i fuqishëm se është koha të lësh pas dhimbje, zgënjimet dhe peshat emocionale që nuk të shërbejnë më. E mërkura mund të jetë fillimi i një diçkaje të bukur. Lejoje veten të shpresosh, të ndërosh dhe të pranosh energji të reja në jetën tënde. Mesazhi i ditës për ty: zemra jote po hap një derë të re, ndiqja të këtë sjell paqe dhe gëzim. Gaforia, letra juaj gafore për 8 korrik e mërkurë është mbreti i kupave. Kjo letër të përfaqëson pjekurinë emocionale, ekuilibrin e brendshëm dhe aftësinë për të udhëhequr jetën përmes intuicës dhe mençurisë së zemrës. Me diellin në shenjën e gafores dhe hënën në dem, krijohet një kombinim energjish që favorizon stabilitetin emocional, vetbesimin dhe ndërtimin e një jete më të harmonizuar me nevojat personale. Kjo është një periudhë ku ndjenjat nuk janë thjesht reagime, por bëhen një burim i rëndësishëm orientimi. Kjo e mërkurë 8 korrik, gaforia ftohet të dëgjojë intuitën dhe t'i besojë më shumë zërit të brendshëm. Një kuptim i ri ose një ndryshim i papritur mund të sjellë ndjesinë se je më pranë rrugës që të përshtatet vërtet. Kjo e mërkurë shënon një moment të mirë për të lënë pas pasiguritë dhe për të hapur një kapitull të ri me më shumë qetësi dhe siguri emocionale. Mesazhi kryesor astrologjik është forca jote qëndron në aftësinë për të ndier thellë, por edhe për të ruajtur ekuilibrin. Luani, letra e tarotit për ju Luan për këtë të mërkurë është përmbajtja e përmbysur, një letër që lidhet me mungesën e ekuilibrit, teprimin dhe nevojën për të rikthyer harmoninë në jetën tënde. Kjo letër vjen si një kujtesë për Luanin që të mos veprojë nga nxitimi, presioni apo frika se po mbetet pas. Jo çdo situatë kërkon reagim të menjëhershëm dhe jo çdo sfidë zgjidhet duke dhënë më shumë energji se sa ke në dispozicion. Më 8 korrik këtë të mërkurë është e rëndësishme të tregosh kujdes me vendimet emocionale dhe financiare. Shmang shpenzimet e panevojshme ose përpjekjet e tepërta vetëm për të ndier një siguri të përkohshme. Balanca mes dëshirës për të arritur më shumë dhe nevojës për të ruajtur mirëqenien është thelbësore.
Kur emocionet bëhen më të forta ose ndihesh sigurie në një gjendje mbijetese, ndalo dhe riktheu te qetësia e brendshme. Gjërat po lëvizin në drejtimin e dur, edhe nëse ritmi nuk është ai që prisje. Mesazhi për ty: mos e detyro rrjedhën e jetës. Harmonia vjen kur i beson procesit dhe kujdesesh për energjinë tënde. Virgjëresha. Për këtë të mërkur, Virgjëresh, letra juaj tarotit, mbreti i skopinjve i përmbysur. Një letër që lidhet me shpërndarjen e energjisë, ndikimet e jashtme dhe nevojën për të vendosur kufi të shëndetshëm. Kjo letër vjen si një kujtesë për Virgjëreshën se edhe kur nis ditën me motivim dhe fuqi, njerëz ose situata të caktuara mund të ndikojnë në gjendjen tënde emocionale. Jo çdo kërkesë meriton vëmendjen dhe energjinë tënde. Më tet korik, këtë të mërkur, është e rëndësishme të dëgjosh sinjale të vogla që të tregojnë kur ke nevojë të ndalosh, të marrësh distancën ose të vendosësh kufin. Kujdesi ndaj vetes nuk është egoizëm, por një mënyrë për të ruajtur ekuilibrin dhe produktivitetin. Shmang përpjekjen për të kënaqur të gjithë dhe mos lejo që ritmi apo emocionet e të tjerëve të largojnë nga qendra jote. Lodhja emocionale mund të shmanget kur respekton nevojat e tua dhe i jep vetes hapësirën e nevojshme për të rigjeneruar. Mesazhi për ty: ruaje energjinë tënde me mençuri, kufijtë e shëndetshëm të ndihmojnë të qëndrosh i fortë dhe i fokusuar në rrugën tënde. Peshorja. Letra juaj e tarotit peshore për këtë të mërkur, faqe e pentakulave. Një letër që përfaqëson mundësi të reja, zhvillim personal, mësim dhe ndërtimin e një baze më të qëndrueshme për të ardhmen. Kjo letër sjell një mesazh të rëndësishëm peshore, edhe nëse gjërat në jetën tënde janë në fazë të mirë, gjithmonë ekziston mundësia për përmirësim dhe rritje. Sot është një ditë për të menduar më larg dhe për të investuar në aftësitë që mund të sjellin rezultate afatgjata. Këtë të mërkur, fokusi mund të jetë zhvillimi profesional, financat dhe edukimi. Një kurs, një trajnim i ri ose një talent që ke lënë pas dore mund të kthehet në një mundësi konkrete për të krijuar më shumë stabilitet dhe sukses. Energjia e faqes së pentakulave të këshillon të mos presësh momentin perfekt. Fillimet e vogla kur shoqërohen me përkushtim dhe planifikim mund të ndërtojnë diçka shumë të vlefshme në të ardhmen. Dhe mesazhi për ty: investo te vetja, zhvillo aftësitë e tua dhe bëj hapin e parë me besim. E ardhmja ndërtohet nga zgjedhjet që bën sot. Akrepi. Letra juaj e tarotit akrep për këtë të mërkur është letra e djallit e përmbysur, një letër që përfaqëson çlirimin, thyerjen e lidhjeve të dëmshme dhe rikthimin e kontrollit mbi jetën tënde. Kjo letër sjell një mesazh të fuqishëm për akrepin. Ndonjëherë edhe kur përpiqesh të krijosh ekuilibër dhe të ecësh përpara, situata ose marrëdhënie jo të shëndetshme mund të shfaqen përsëri. Por energjia e kësaj letre tregon se ke forcën për të shkëputur nga ajo që të kufizon. Këtë të mërkur është koha të shikosh me qartësi se çfarë të merr energjinë, çfarë të pengon dhe cilat lidhje nuk përputhen me rrugën tënde. Vendosja e kufive nuk është largim nga të tjerët, është një akt respektimi ndaj vetes. Kjo ditë të fton të lirosh frikrat, zakonet ose situatat që të mbajnë lidhur pas së kaluarës. Kur zgjedh veten dhe mirëqenien tënde, hapet një rrugë e re për rritje dhe transformim. Dhe mesazhi për ty: çlirimi fillon kur kupton se ke fuqinë të zgjedhësh atë që lejon të qëndrojë në jetën tënde. Shigjetari. Letra juaj e tarotit shigjetar për këtë të mërkur është letra e magjistarit e përmbysur. Një letër që lidhet me potencialin e pashfrytëzuar, talentet e lëna pas dore edhe nevojën për të rikthyer fokusin te aftësitë personale. Kjo letër sjell një mesazh të rëndësishëm për shigjetarin. Ndonjëherë talentet dhe aftësitë tona nuk zhvillohen jo sepse mungon potenciali, por sepse mungon koha, përqendrimi ose besimi i mjaftueshëm tek vetja. Më tet korik, këtë të mërkur është një mundësi për të rikthyer vëmendjen te ato aftësi që i ke të natyrshëm, por që mund të mos i kesh kultivuar sa duhet. Një ide, një pasion apo një talent i vjetër mund të marrë një drejtim të ri nëse i kushton përkushtimin e duhur. Mos lejo që gabimet ose dështimet e së kaluarës të përcaktojnë rrugën tënde. Ato janë pjesë e procesit të mësimit dhe mund të shndërrohen në përvojë të vlefshme. Mesazhi për ty: fuqia jote nuk ka humbur, ajo thjesht kërkon fokus, durim dhe besim për të shfaqur përsëri. Me këmbgulje mund ta kthesh potencialin në sukses. Britsjapi. Letra juaj e tarotit britsjap për këtë të mërkur është mbretëresha e pentakulave e përmbysur.
Kjo letër lidhet me neglizhimin e nevojave personale, lodhje nga përgjegjësitë dhe nevojën për të rikthyer ekuilibrin mes punës dhe mirëqenies. Britsjapat njihen për përkushtim, disiplinë dhe aftësi për të mbajtur shumë përgjegjësi mbi supe. Megjithatë, kjo letër sjell një kujtesë të rëndësishme. Suksesi nuk ndërtohet vetëm përmes punës së vazhdueshme, por edhe përmes kujdesit ndaj vetes. Prandaj, këtë të mërkur më tetkorik, është koha të ndalosh dhe të pyesësh veten nëse ke lënë pas dore pushimin, kënaqësitë personale apo momentet që të sjellin gëzim. Me hënë që të aktivizon në zonën e kënaqësive dhe kreativitetin, kjo ditë të fton të krijosh hapësirë për argëtim, relaks dhe gjëra që ushqejnë shpirtin. Mos e shiko kujdesin për veten si një përqendrim nga qëllimet e tua, ai është pjesë e rrugës drejt qëndrueshmërisë dhe suksesit afatgjatë. Mesazhi për ty: edhe ata që ndërtojnë themele të forta kanë nevojë të pushojnë. Balanca mes përgjegjësisë dhe kënaqësisë të rikthen energjitë që të duhen për të vazhduar përpara. Ujori. Letra juaj e tarotit ujor për këtë të mërkur është 2 shkopinj të përmbysur. Një letër që lidhet me hezitimin përballë ndryshimit, dalje nga zona e realisë dhe nevojën për të zgjeruar horizontet personale. Si një shenjë fikse, ujori shpesh kërkon stabilitet dhe një ndjenjë sigurie, edhe pse natyra e tij kurioze e shtyn të eksplorojë ide dhe përvoja të reja. Kjo letër vjen si një kujtesë se qëndrueshmëria është e rëndësishme, por rritja ndodh kur guxon të provosh diçka ndryshe. Prandaj këtë të mërkur mund të jetë një moment i përshtatshëm për të rishikuar planet, për të hapur mendjen ndaj mundësive të reja dhe për të eksploruar fusha që më parë nuk i ke konsideruar. Një interes i ri, një ide apo një drejtim i panjohur mund të sjellë frymëzim dhe zhvillim. Mos lejo që frika nga pasiguria të mbajë në një vend. Ndryshimi nuk do të thotë të humbash stabilitetin. Ndonjëherë, ai është mënyra për të krijuar një version më të mirë të së ardhmes. Dhe mesazhi për ty ujor, bota ka shumë mundësi për të treguar. Hapi i parë drejt një rruge të re fillon me guximin për ta eksploruar. Peshqit. Letra e tarotit peshq për këtë mërkur për ju është 10 shpatat e përmbysur. Një letër që përfaqëson shërimin, rekuperimin emocional dhe përfundimin e një periudhe të vështirë. Si një shenjë shumë e ndjeshme dhe intuitive, shpesh i përjetojnë emocionet me një thellësi të madhe peshq. Kjo letër sjell një mesazh shprese. Dhimbjet e së kaluarës nuk kanë më të njëjtën fuqi mbi ty dhe një cikël i rënd po fillon të mbyllet. Këtë të mërkur, energjia e ditës të fton të shlirohesh nga mendimet negative, kujtimet që të rëndojnë dhe frika që mund të ketë mbajtur mbrapa. Është një moment për të pranuar se ke kaluar sprova, por gjithashtu ke fituar forcë, mençuri dhe një kuptim më të thellë të vetes. Kjo ditë mund të sjellë ndjesinë e një fillimi të ri emocional, ku zemra fillon të ndihet më lehtë dhe rruga përpara duket më e qartë. Mesazhi për ju peshq: shërimi ka filluar. Lere pasat të gjithë ka lënduar dhe hapu ndaj jetës që të pret në më shumë besim, qetësi dhe dritë. Ky ishte leximi i letrave tarot për 12 shenjat e zodiakut për ditën e mërkur, 8 korrik 2026. Ju faleminderit që na ndiqni dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe.